Këtë të mërkur qershori arti shqiptar humbi një figurë i cili përgjatë gjithë jetës së tij punoi fort dhe la shenja që koha zorse do t'i venit. Por mbi të gjitha, këtë ditë të nxehtë vere, një bi humbi babain e saj, dashurinë më të madhe të jetës dhe mbretin e saj, ashtu si dhe Alba me sëreshtave që nuk do të donte t'i shkruante ndonjëherë, i referohet Leka Bungos. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Alba i ka dhënë lamtumirën njeriut që ka dashur më së shumti në këtë jetë, njeriut që nuk u lodh asnjëherë për të qenë aty për të voglën e tij dhe atij që i besoi gjithmonë. Sot më duhet të bëj gjën më të rëndë të jetës time, të them ty mirupafshim përjetësisht. E kujt? Atij që desha më shumë në dynja, atij që më mësoi çdo gjë, atij që më falte çdo gjë, atij që i besoja çdo gjë, i shtrenjti im, që jetove aq bukur, me aq dinjitet. Kot nuk të thërrisja mbret, shkruan ajo teksa mëtej bën me dje se sëmundja e tmerrshme e ndau Leka Bungon nga gjiri i ngrohtë i familjes. Ndonë se regjizori luftoi me të gjithë forcën e tij, në fund nuk arriti që ta mposhtë këtë sëmundje, e cila ashtu sikurse dhe e bia e thot, është më e rënda e shekullit. Sot më duhet të bëj gjën më të rëndë të jetës time, të them ty mirupafshim përjetësisht. E kujt? Atij që desha më shumë në dynja, atij që më mësoi çdo gjë, atij që më falte çdo gjë, atij që i besoja çdo gjë, i shtrenjti im, që jetove aq bukur me aq dinjitet. Kot nuk të thërrisja mbret, luftove me sëmundjen më të rëndë të shekullit dhe humbe. U presh në paqe dhe faleminderit që ishe baba im. Krenare gjithmonë pafundësisht për ty, mirënjohëse përulësisht për çdo gjë që më mësove dhe dhurove. Ishe dhe do të jesh dashuria më e madhe në dynja. Njerëzit e mëdhenj jetojnë ashtu siç jetove ti, e deshe dhe e respektove jetën, ashtu siç vetëm ti dije. Lamtumir derisa të takohemi siç vetëm ne të dy dinim. Ah, sa të dua i voglim, u presh në paqe bashkë me ëngjëjt, ëngjëlli im, shkruan Alba Bungo krah fotos me të atin. Kujtojmë se regjizori, aktori dhe skenaristi i njohur shqiptar Leka Bungo mbylli syt për gjithmonë këtë të mërkur 11 qershor, pas një kalvari të gjatë vuajtjesh me sëmundjen e tmerrshme. Regjisori nuk arriti që të fitonte këtë betejë, ashtu sikurse shumë betejë të fituara për gjatë gjithë jetës së tij. I njohur për kontributin e tij të pasur në kinematografi, teatr dhe edukim, Bungo ishte një figurë që me qetësinë dhe mençurinë që e karakterizonte, solli në skenë dhe ekran historitë e jetës shqiptare. Gjatë jetës së tij, Leka Bungo ka qenë gjithmonë një zë i matur, kritik dhe i përkushtuar. Nga karriga e regjizorit tek auditorët e universiteteve, ai arriti që të shkruante me gërma të mëdha emrin e tij. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.